Gruaja nuk e don atë burrin e tani pa pritur veç dashurohet në të. Din se unë s'kum dashur të bëj aktor edhe bile se ku menu kur. Em ka pa në skenë dhe ka thonë qyre Val se ti je i lindur për aktrim. Pa e dashuria jame për aktrimin ka lind. S'po di si ndo seriale që fillimisht nuk e don ajo gruaja nuk e don atë burrin e tani pa pritur veç dashurohet në të. A din se unë s'kum dashur të bëj aktor edhe bile se ku menu kur. Që është diçka për mu, po një rastësi që më ka ndodhur, do me thonë, kom dasht më marrë ma shumë muzikë, edhe kom bo beatbox, kom rapovat për para, edhe kur kom dalë me një koncert, një regjisor më ka pa, Bekim Lumi, i dashtën, i tashme i ndjerë që kam shumë për zemër, jam falendrues gjithmonë ndaj tij. Ai më ka pa në skenë dhe ka thonë qyre Val se ti je i lindur për aktrim, edhe duhesh me çdo kusht me studiu aktrimin, edhe po, unë me thonë drejtën në fillim thësha s'po du, edhe në vek e keq mi thonë që s'po du mu bo aktore, s'po më pëlqene, bla bla, mo tani nuk e kom dit paka shumë se çka më pret, nuk e kom dit se kam qënë qaj drejtim, edhe tani gradualisht tu e pa se çka është aktrimi, tu e pa se cilat janë mundësit që mi ofron aktrimi, ja kom nis mu dashuru në aktrimin edhe tani pe atjerë që të mo. Po, jetojmë të lumtur.